A do e pranoj Sali Berisha kërkesën e Ilir Metës për të kandiduar në qarkun e Fierit si deputet në listat e sigurta? Ilir Meta do t'jetë sot ish presidenti dhe ish kryeministri, ish kryetari i parlamentit i burgosur politik, do t'jetë në listat sigurta të Partisë Demokratike dhe të koalicionit mbi votat dhe rezultatet elektorale të Partisë së Lirisë dhe jam i bindur se prania e tij në lista është një nxitje e madhe për të gjithë shqiptarët që besojnë se një Shqipëri e lirë nuk ekziston me të burgosur politik dhe që vlerësojnë dhe kontributin e tij 30 vjeçar në politikë. Do e pranoni kërkesën e tij për të kandiduar në Fier? Urdhroni? Do e pranoni kërkesën e tij për të kandiduar në qarkun e Fierit? Po janë të tjerë që po merren me negociata, por unë mund të konfirmoj ju se ai do jetë në listë të mbyllur dhe nuk mund të ketë, mendoj, përderisa të ekzistojë kjo listë, asnjë koment. Një njeri i burgosur që Edi Rama e man në burg për shkak të frikës dhe të merrit që ka. Edi Rama kërkon të marrë mandate duke burgosur kundërshtar politik, atëherë ai do të jetë në parlament dhe do të jetë fitimtar. Zoti Berisha, Hoxha Takaçi u shfaq në një video me